Territori i Kosovës për datën 19 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e kushteve të qëndrueshme atmosferike me mod pjesërisht të kthjellët dhe vranësira të her pas hershme. Paraditja do të jetë me vranësira kalimtare ndërsa pasditja sjell intervale më të gjata me diell sidomos në zonat qendrore dhe jugore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 0 gradë Celsius ndërsa temperatura maksimale pritet të arrijë deri në 11 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 3 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 19 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 19 dhjetor do të jetë rreth orës 6:54 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:11 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 3 deri në 10 gradë Celsius. Podujev 0 deri në 8 gradë Celsius. Skënderaj 0 deri në 8 gradë Celsius. Pej 5 deri në 11 gradë Celsius. Prishtinë 2 deri në 10 gradë Celsius. Gjakov 2 deri në 7 gradë Celsius. Malishev 2 deri në 8 gradë Celsius. Gjilan 1 deri në 10 gradë Celsius. Ferizaj 1 deri në 10 gradë Celsius. Kaçanik 2 deri në 11 gradë Celsius. Suhare 3 deri në 9 gradë Celsius. Prizren 2 deri në 8 gradë Celsius.